Sidomos ata që kanë ascendent tek shenja e ujore do të preken shumë tek rutina e tyre e përditshme, tek efikasiteti i tyre në jetë. Karriera, por në mënyrë të ndërsjellët, sepse do të varet nga puna që ata bëjnë. Pra, komunikimi do të jetë shumë i rëndësishëm. Nëse dëshironi që të krijoni diçka, dëshironi të kërkoni rritje në rrok, për shembull, ose nëse dëshironi që të zgjidhni një problem që keni në vendin tuaj të punës, është një komunikim ndoshta pak i vështirë apo një dialog pak i vështirë që keni lënë sepse nuk keni pasur guximin për ta bërë me një kolegun tuaj apo edhe me një person që është i rëndësishëm në jetën tuaj. Kjo është vërtet shumë efektive në lidhje me këto tema për të zgjidhur, sepse do të kemi një komunikim vërtet shumë efektiv. Edhe marrëdhëniet që kanë me partnerët e tyre mund të jenë pak si të nxituara, duan që të bëjnë gjërat pothuajse më një herë, të rregullojnë gjërat më një herë nëse janë problematike, por në këtë rast do të këshilloj që të jenë pak më të duruar. Një harmoni, dashuri në marrëdhëniet e tyre familjare, një rregullim i dukshëm në mirëqenies së tyre edhe ekonomike brenda banesës, për shembull, nëse dëshirojmë që të bëhemi me shtëpi është një fazë periudhë vërtet shumë fantastike.